Shikues të radio televizionit të UTA, shpresoj që jeni duke u kënaqur me programin maraton që kemi organizuar për këtë ditë feste. Ne do të vijojmë tashmë edhe me një intervistë tjetër, ndërsa miliona besimtarë nga gjithë bota janë mbledhur në vendet e shenjta për të kryer haxhin. Edhe haxhilerët nga Mali i Zi po përjetojnë këto ditë të veçanta shpirtërore në prag të festës së Kurban Bayramit. Atmosfera në Mekë është e mbushur me lutje, emocione dhe përkushtim për të na treguar më shumë rreth organizimit, përjetimeve dhe rëndësisë së këtyre ditëve të mëdha për muslimanët. Sot do të bisedojmë me hoxhën dhe udhëheqësin e haxhilerëve nga Mali i Zi, zotri Mirsad Muça. Selamu alejkum dhe gëzuar edhe një herë festën e Kurban Bayramit. Aleikum selam. Faleminderit gjithashtu, urit me kjo festë madhështore dhe lutim Zotin e Madh që Allahu të na pranoj gjitha ibadetet, gjitha adhurimet. Amin. Zoti është përbleshti që po ndani kohë. Inshallah don Zoti që kjo festë madhështore gjithmonë të shpjellë në gëzim në zemrat e besimtarëve. Amin. Si po ndjeheni sot në këtë ditë feste në atë vend të shenjtë atje? Kjo nuk ka dyshim se ky është vend që ka madhruar Zoti i lartë madhruar dhe përjetimet që i përjetojnë besimtarët në këtë vend janë përjetime të veçanta. Allahu ai që ka zgjedhur këtë vend kur një gjendet një vend si Zoti e ka zgjedhur për vendeve më të mira në tokën e Zotit, Zoti është kënaqësi e papërshkrueshme, sepse Zoti thotë në Kur'an inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Shtëpinë e parë që e kemi ndërtuar në tokë është kjo që është në Mekë, që kemi bërë për qetësime dhe kemi bërë udhëzim për mbar besimtarët. Në vërtet sot në këtë ditë feste përjetimet e gëzimi është tek të gjithë besimtarët dhe lutim Zotin e Madh që Allah inshallah na i ka pranuar të gjitha ibadetet, të gjitha adhurimet. Këtë rregull dihet se në fenë tonë gjithmonë festat vijnë pas një përpjekje, pas një sakrifice, sepse ditët e para të muajit Dhulhijh janë ditë janë ditë më të mira të vitit ku besimtarët sakrifikojnë shumë, mundohen të punojnë në vepra shumë të nga mënyrë që të afrohemi sa më afër Zotit. E me pas kësaj sakrifice vjen edhe gëzimi me shpresë, duke shpresuar në shpërblim dhe në stevapë tek Allahu i lartë madhëruar. Si është atmosfera nga haxhilerët që janë atje nga Ulqini dhe Mali i Zi? Si po përjetojnë ata këtë ditë feste sot atje? Në vërtet, atmosfera është shumë e mirë dhe të gjithë janë, ajo që është më rëndësishme, të gjithë kemi me shëndet, të gjithë janë shëndoshë mirë dhe po mundohemi këtu të bashku këtë ditë feste t'i kalojmë bisedat të ndryshme, lutim Zotin e Madh që gjithmonë kemi gëzime dhe turi në zemrat tona, familjet tona. Inshallah Zoti na mundson që të përfitojmë sa më shumë nga ky vend, që është për vendeve më të mira në tokën e Zotit. Haxhilerët nga Mali i Zi dhe Ulqini a kanë arritur ta kryejnë umren dhe të bëjnë përgatitjet? Po, kemi në fillim kur kemi arritur në Mekë, domethënë rreth pak kemi kryer umren, domethënë sjelljen rreth Ka'bes së bekuar, edhe ato duke thellë rreth asaj po dy kodrave që i thirrin me emrin Safa dhe Marwa, dhe çdo gjë ka shkuar sipas planit, sipas programit, dhe gjithashtu kemi qenë edhe në Arafat, në Mina, dhe në vërtet besimtarët kujtojnë këtu, edhe ky vend ka një histori shumë të madhe, kujtojnë një ngjarjet madhështore që i ka ndodhur në këto vende të bekuara, në këto vende të shenjta, gjithashtu një
përsi e madhe, përsi e veçantë se këtu në këtë vend bashkohen gjithë besimtarët nga gjithë bota ku ka mundësi të njihni edhe me të tjerë nga vende të ndryshme. Pra të besimtarët Allahu thotë në Kur'an janë vëllezër me njëri tjetrin. Ju jeni edhe udhëheqësi i këtyre haxhilerëve që janë atje për momentin. Cilat kanë qenë ato këshilla apo biseda që ju keni bërë gjatë gjithë këtyre ditëve me ta atje? Të ma shumë do të kisha pas dëshirë të thënë që jam shërptor i musafirëve të Zotit, se sa të tjerë ndoshta me atë emrin udhëheqës, ai nuk ka mirësi më të madhe, më të mirë se sa t'jesh në shërbim të musafirëve të Zotit. Ju kujtojmë i haxhilerët, më thanë çdo ditë, më thanë flasim edhe të historikut të këtij vendi madhështor, nga se prej këtu ka filluar njerëzimi, këtu është edhe vend takimi ku shtokuar, domethënë pasi që kanë zbrit nga xheneti njëri i parë Ademi dhe Havja, po ashtu në këtë vend sipas mendimit të shumicës, takimi i tyre ka qenë vendi i parë në Arafat. Këtu me të vërtet gjatë tona ndoshta janë të mangëta, edhe ndoshta ne nuk kemi gjendje ta tregojmë sa është vlera e këtij vendi madhështor. Mundohemi që vazhdimisht haxhilerët pra që të jenë të kujdesshëm që ta në këto ditë madhështore ta kujtojnë Zotin sa më shumë. Sot po fillon edhe procesi i haxhit. Çfarë do të thotë kjo për besimtarët që gjenden atje? Lutim Zotin e madh një herë që u mundsoj gjithë besimtarëve që i përgjigjen thirrjes së Zotit. Dhe ka dëshim se çdo besimtar që e ka mundësi shëndetësor dhe materiale është i detyruar që një herë jetën e që të vijë dhe ta vizitoj këtë vend madhështor. Haxhilerët mundohen që këtë ibadet madhështor, haxhin, ta kryejnë sa më mirë. Dhe me përpikim munduar pra që çdo gjë jetë sa më në rregull. Kto që dejme tani, çdo gjë shpresoj që jetë kaftuar mirë dhe me plan dhe me program, ashtu siç e kemi parashikuar edhe më herë. Si po bëhet organizimi i haxhilerëve nga Mali i Zi dhe Ulqini? Sa është kjo, ndoshta nëse mund ta them edhe pak e vështirë, apo ja është duke shkuar ashtu siç e keni planifikuar gjithçka në rregull? Do gjatë ka shkuar si mas planit, do gjatë ka shkuar si mbas programit, dhe shpresojmë që edhe në vazhdim, domethënë ne tash kemi edhe janë këto ditë ku bëhet qëndrohet edhe në Mina. Mina ka edhe një histori të veçantë gjithashtu, duajtje e kurve në këtë pjesë në Mina, për kjo na kujton gjithashtu një ngjarje shumë të madhe, ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam me djalin e vet, me birin e vet, ka deshte kur Allah i lartëmadhëruar i ja kujton Ibrahimit duke i thënë atë kujtohet ajo që ja ke premtuar Zotit se o Zot, nëse më gëzon me një evlat, unë atë do të sakrifikoj për ty. Në këtë pjesë janë tre vende ku është munduar Iblisi një krijesë që ekziston, thotë që nuk shihet, është munduar për me janë ndryshu me bindjen, po gjithashtu urtësia tjetër është se urdhri i Zotit duhet jetë më i dashur për besimtarin se sa çdo gjë tjetër e kësaj dhunjaje, se sa evladi, se sa pasunia, dhe pasi që bërehet sinqeriteti i Zotit, se të kështu ka thënë Allahu i lartëmadhëruar Ibrahim alayhis salam, Khalidu, pra i mik i dashur i Zotit, atëherë Allahu i lartëmadhëruar e vendëson me kurban, në vend të Ismailit që donte ta thërë kurbanin. Pra këtu neve na kujton qëndrimin në këtë vend dhe kujtje burve në këtë vend na kujton
këtë ngjarje madhështore mes Ibrahimit alayhis salam edhe djalit të tij. Lutim Zotin e Madh që Allah ta bën nga ta që gjithmonë urdhrat e Zotit jenë zemrat tona, jenë më të dashura se çdo gjë e kësaj bote, e cila është e përposhme për të gjithë neve. Amin. Çfarë përfaqëson për haxhilerët shkuarja në Mina? Se përket shkuarjes në Mina, kjo është një herë edhe stacioni parë ku haxhit shkojnë në Mina, aty bëjnë ibadete, adhurojnë Zotin, bëjnë lutje të ndryshme dhe më pasi që shkohet në Mina, rrihet në Mina, shkohet pastaj në ditën tjetër të radhës, pra që i bën një ditë para Bajramit, shkohet në Arafat. Thjesht një para përgatitje për ditën e Arafatit, që është dita më e mirë e vitit. Ashtu, dita Arafatit ishte pikërisht dje. Pse dita Arafatit konsiderohet dita më e rëndësishme e haxhit? Dita Arafatit është dita për cilën Allahu i lartëmadhëruar është vëtuar në Kur'an. Shaf'i wal witr, pasha çiftin dhe pasha tekun. Fjala pasha çiftin i bjen dita e Bajramit, që i bjen dita e 10 e muajit Dhulhijja, ndërsa teku i bjen dita e Arafatit. Pra dita e Arafatit është ditë e veçantë, ditë për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kush e agjeron edhe këtë pra ditën e Arafatit. Qëllimi është për me agjeru ata që janë në vendlindje, jo për neve që jemi këtu në hak. Shpërblimi është shumë i madh për faljet gjunaheve për 2 vite, vitin që ka kalu dhe vitin që vjen. Pa dita Arafat është dita më e mirë, është ditë për shpëtuar Zoti, është Zoti që lartëmadhëruar, kërkohet para me lajqeve të veta dhe i thotë shikoni Europë e mi që kanë ardhur nga vende të ndryshme që po më luten mu dhe jeni dëshmitar se unë jau kam falë çdo mëkat dhe çdo gjuna. Atë pra dita e Arafatit, që është dita më e mirë e vitit. Dita dietarë kanë bërë pra dhe krahasimet e kanë thënë se është më e mirë dita nata Kadit apo dita e Arafatit, është shumë kanë thënë se dita e Arafatit ditë hala më madhështore. Inshallah Zoti na i ka pranuar ibadetet, sepse dita e Arafatit është ditë pra jo sikur të tjera. Çfarë emocionesh përjetojnë haxhilerët në ditën e Arafatit atje? Emocionet që përshkruajnë haxhilerët në ditën e Arafatit më vërtet janë emocione të veçanta, sepse të njerëzit të ndryshëm nga vende të ndryshme duke bërë lutje, duke lutur Allah azza wa jall, sepse dita e haxhut në Arafat nuk thelet në parapa. Pra të besimtari dhe Zotit dhe me pas në mendimin e mirë në Allah azza wa jall, se Zoti ka më përgjigj lutjes tënde. Andaj shefi njerëzit të me marrë me lot në ty dhe duhet besimtari që ta ketë mendimin e mirë se Zoti ka me ta plotësu nevojën që ti e ke. Sallallahu na i ka plotësu dhe na i ka pranuar lutjet tona dhe duat. Amin. Çfarë mesazhi keni për familjarët dhe besimtarët në vendlindje këtu në Ulqin në këtë ditë feste? Mesazhi është që edhe ata të bëjnë lutje për neve edhe na patjetër kujtojmë me lutje dhe me dua. Allahu inshallah edhe atyre ju mundson që të vinë në këto vende, sepse shpërblimi që fitohet në këto vende nuk mund të fitohet në asnjë vend të botës. Shpërblimi që fitohet në këtë gjave, në këtë vend të bërkuar, nuk mund të fitohet, ndoshta thanë ymërin me nejtë me ibadet, atë që mund të fitohet këto me pak ditë, me pak kohë, pra nuk mund të fitohet, sepse shumë herë kemi thënë se vetëm 2 rakate namaz në këtë vend të bërkuar, nëse i
kry i falen, llogaritet ato të 100.000 namaze që falen në xhami apo në vende tjera. Gjithashtu vepra mirë është mirë, vendin e mirë problemi është shumë më i madh. Pra jemi në vendin, jo sikur të vendet të tjera, jemi në vendin ku Allahu i ka madhuruar, jemi në vendin ku Allahu ka garantuar për këtë vend se men dakhalahu kana amina, të vend është i sigurt. Dhe historia tregon nga njerëzit e mëheshëm ose pejgamberët e Zotit ka pasur janë dërguar nga populli nga njerëz e vet, sigurin ku kanë gjetë këtë vend të bekuar, në këtë vend të shenjtë. Andaj inshallah Zoti ju mëson besimtarëve që të vinë sa më shumë të vendet të bekuara. E një herë prioritet të parë ta kenë kryerjen e ibadetit madh, pra që është obligim vetëm për ata që kanë mundësinë materiale dhe mundësinë shëndetësore. Inshallah gjithashtu mesazhi për gjithë vendet tona atje, inshallah Zoti jo ka pranuar punët e mira dhe veprat e mira që keni për ditë para festës më madhështore të vitit 8 të Kurban Bayramit, dhe inshallah jemi gjithmonë të gëzuar këtë botë dhe nesër me qenë fitues kur dalim para lavdërisë së Zotit. Amin. Allahu ju pranoft haxhin, juve dhe të gjithë besimtarve që gjenden në atë vend të madhërisëm atje. Faleminderit që keni gjetë kohën dhe jeni lidhur me neve këtu drejt për drejt në këtë fest të Kurban Bayramit për të gjithë ato shikues që janë duke na ndjekur në këtë ditë feste. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit gjithashtu, Zoti ju shpërbleft dhe kaloftë sa më bukur dhe mirë. Amin, faleminderit. Ndërsa ne shikues të nderuar, do të vijojmë tashmë edhe me materialin që kemi realizuar që është bërë për nisjen e haxhive drejt asaj rruge. Shikim të këndshëm.